Këshyreni rezultatin e PDK-s në vitin 2007, i cili ja mundsoi Hashim Thaqit ta shpallte pavarësinë në Kosovës. Shpalli Kosovën shtet. I kishte 196.207 vota, ose, pritni pak, 267 vota më pak se që i mori PDK-ja e Memli Krasniqit në vitin 2025. Pra, 18 vite më vonë. Në zgjedhjet e fundit të 28 dhjetorit, PDK-ja i mori 192.000, ose vetëm rreth 5.000 më pak se në ato zgjedhje të 2007-s, dhe vetëm rreth 10.000 më pak se në zgjedhjet e vitit 2001, 25 vite më parë. Pra, aty rreth 200.000 votues i ka PDK-ja që 27 vjet. Ndodhi çka ndodhi. S'ka lidhje kush ishte kryetare, kush s'ishte. A luftonte Amerika në Iran, a në Irak. A ishte gjallë Rugova, a jo? A i merrte Kurti 50% a 12%? Nejse, këshyreni edhe këtë video për PDK nga magazina tjetër, për me kuptu se në çfarë gjendje të rëndë është kjo parti. Çdo të mirë në jetë dhe jashtë saj.